Kemal Alaçay. Genie Genie. Genie Genie. Aqui. YouTube. Почти самое женщина. Ничего. Он не стоит. Albin, Albin. Kemal Bey. Montre le pas.
Punuam shumë këngë tjera, a I shkonte dhe përsëri ktheheshte tek unë. Dhe ajo e fundit ishte pikërisht kur zonja Gjullimsere kishte dëshirë t'ja bëjmë një këngë për nusen e tij Selvian. Mbretresha ime ishte ajo këngë, ishim të lumtur shumë, unë zonja Gjullimsere shpati, por u gëzua edhe Selvia. Aty unë atë përshkrova si një Apollon, një mbret I muzikës, artit, poezisë. Shpati I cili sot është këtu me ne, besoj se na dëgjon. Por çdo gjë është e tepër. Do doja që fillimisht ta thras motrën e tij, Jehonën, të ngjitet këtu në skenë dhe të na raven për vllaun e saj dashur. Hajde. Të dashur familjar, miq dhe të afër, të gjithë që e doni Shpatin, që jeni të pranishëm dhe gjithka. Sot me zemër të thyer jemi mbledhur këtu për të dhënë lamtumirën e fundit vëllaut tim dhe tuaj, Shpatit. Është shumë e vështirë të gjej fjalët që mund të përshkruajnë dhimbjen që ndjej, sepse kjo humbje nuk është e thjeshtë, është një humbje e një pjese të shpirtit, e një zërit të mrekullueshëm, që na ka shoqëruar gjithë jetën. Shpat, shpirti motrës, ti linde me yll në ballë, ishe së pari një njeri I mirë, me zemër të bardhë, të butë, dhe një njeri fisnik. Dije të ndjeje, hallet e të tjerëve nga empatia jote e madhe, por edhe të gëzohesh me lumturinë e të tjerëve. Shpati, ti doje shumë fëmijët dhe pleqt, por I kishe afër gjithmonë njerëzit që të shonin të qeshesh, doje shumë të qeshesh, buzëqeshja ishte sinonimi yt. Është e rëndë të pranojmë se nuk do ta dëgjojmë më zërin tënd, por ti do të mbetesh mes nesh në çdo kujtim, buzëqeshje dhe gest mirësie që ke lënë pas. Jeta e Shpatit ishte një shembull dashurie dhe modestie, një shenjë që bën të kuptojmë se njeriu me vete merr atë që nuk merr me vete atë që ka patur, por atë që ka dhënë. Sot nuk do të themi lamtumir për gjithmonë, se ti do të ngelesh gjallë gjithmonë në zemrat tona, ti do të ngelesh dhe do të mbetesh dritë në familjen tonë dhe bekim që Zoti na dhuroi. Amanetin tënd, Roelin, do ta shosi sytë e ballit. Jam krenare, që jam motra jote, vëllau im I Vockën Shpati. Zoti e past pranë vetes I dhënë paqë dhe qetësi, I paharuar qoftë kujtimi për ty, zemra motrës.
kush ishte Shpat Kasapi, si ishte ai. Do ta ftojmë Lule Isakun të ngjitet këtu në skenën e Shpatit. Njerëzit që i donë dhe njerëzit e afërt, zakonisht edhe zërit të mire të fryma, të dritën këmbët, të rjedhin lotët në të gjendje jam unë sot. E nderuara nënë e Shpatit, zonja Gjullimseve Kasapi, mike e madhe e jetës sonë. E nderuara zonja Selvije, e nderuar familje Kasapi, të nderuar miq, të nderuar ardashës, shok, muzikant, njerëz që atë shumë i deshi Shpati. Janë të ditë të dhimbjeve të mëdha, për ju dhe për gjithë ne, që Shpatin e patim se djalin tonë. Në jetë ka ditë që ta zënë frymën, të lënë pa të, të lënë pa fjalë, të lënë pa mendim. Sa i brisht ndonjëherë është jeta. Sa i hidhur është ajo pas humbjeve të mëdha të këtij djali, të këtij shpatushi, të këtij ylli, që gjithmonë në krahët e mi dhe në krahët e të gjithë juve që keni pas mik është rrit. E hidhur ishte dita e lajmit të vdekjes së Shpatit dhe nuk mund t'i besoja ati momenti. Më dukeshte një moment që nuk duhet të dëgjuar, nuk duhet përjetuar, më dukeshte që duhet jem shumë larg atij momenti, që kjo të mos jetë e vërtet. Kjo ditë ndryshoi nga të gjitha tjerat. Më trandi, mua dhe shumë miq të tij dhe familjen e tij. Në jetë vin ditë të tilla, ku të ndalohet fryma. Edhe atëherë e kuptojmë të gjithë ne, se sa shumë marrëzi të kota mbajmë mbi veti, sa konflikte të vogla krijojmë me njëri tjetrin, duke i pasur njerëzit që i duam pranë. Janë festat e nëntorit, është nëntori i madh, nëntori i lavdishëm nën shekuj, dhe Shpati ndroi jetën mes dy datave të lavdishme, mes 22 nëntorit dhe 28 nëntorit, data të cilat në analet e historisë sonë kombëtare janë udhërrëfyese për krijuar madhështinë tonë. Dhe këtij nëntori të lavdishëm nën shekuj i u bashkagjit një djalë i ri. Një djalë që në lulen e jetës së tij lishin shumë shpresa, shumë këngë dhe shumë projekte të parealizuara. Lajmi për Shpatin u bë gjëmim tronditës dhe filloi një dhimbje shumë e madhe për familjen Roelin e vogël, i cili ende nuk e din që babajin e tij nuk e ka më pranë. Shpati la gjurmë të secili prej nesh. Sot mendoj që nuk duhet të qajmë për të. Nuk duhet të qajmë vetëm ndarjen e jetës nga ai, por duhet qarë edhe për dritën që ai solli kudo që shkoi dhe nuk do ta kemi më. Shpati do të mbetet një frymë e pastër, një shpirt që dinte të dëgjoj, të kuptoj, të prekte zemrat e të tjerëve, pa thënë shumë fjalë. Pranti të gjithë ndiheshim më të qetë, më njerëzor, më të butë. Jeta e Shpatit u fik në lulëzimin e tij.
u shuaj në shpirt. Në këtë përkujtim, shoh dhuratën që na ka lënë ai, guximin për të dashur më shumë dhe mençurinë për ta kuptuar jetën e tjetrit. Unë e di kur ka lindur Shpati. Ishte një ditë e diel, me shumë diell. Dhe sot është një ditë e diell, po ashtu me ma pak diell. E di sa u gëzuam në lindjen e tij. E kam parë të rritej, të formësoj si karakter, të bëj burr. Më pas të ngjitej në skenë me sigurinë dhe dritën që vetëm njerëzit e veçantë e kanë. Për te famës, a ishte njëri i butë, i sjellshëm, i edukuar, plot dashuri për familjen, plot respekt për shokët, të cilët sot janë në mesin tonë. Arti i Shpatit nuk ishte vetëm skena, por edhe jeta. Kënga, fjala, ritmi, buzëqeshja dhe dhimbja bashkëtuan në shpirtin e tij. Ai na tregoi se arti nuk është mënyrë frymëmarrjeje, por është mënyrë e të jetuarit vetë edhe me të tjerët. Zëri tim mbushte sallat, ne dëgjonim koncertet e tij, shkonim mbas Shpatit. Por mbi të gjitha, ai kishte një virtyt që mbushte zemrat tona. Shpati nuk që një siluete zëpërazë që kërkonte duar trokitje për të vërtetuar nëse ai ekziston. Ai ekzistonte. Adhurohej, duar trokitej, po, ky Shpati. Shpati duar trokitej në çdo skenë. Adhurohej nga të gjithë dhe priste radhë për të dhënë autografet e tij. Sot janë trënduara zemrat tona. Çdo kujtim dhe çdo çast i kaluar me të, tani ndihet si një dritë që nuk ndizet më. Dhimbja nuk shtuket me fjalë. Sado që unë do të lexoj, sado që do të shpreh ngushëllime njëri tjetrit, sado që do të flasim për Shpatin, ajo nuk e zbut dhimbjen, por ngren krenarin për një djalë të cilin e kemi pasur. Është dhimbje që nuk mund ta fshehësh. Por zbarasia e saj duket në sytë tonë, duket në mbrojtjen tonë dhe duket në një dhimbje të shikimeve tona të brishta. Mungesa e Shpatit dhe zëri i tij nuk do të kthehen më kurrë. Por Shpati i bukur, ky djalë i bukur, që gjithmonë i kemi thënë je i bukur, do të jetoj me ne. Dhe ndërsa lotët do të na rrjedhin neve ndi forcën e kujtimeve ndër vite, në familjen e tij, në të cilën ka pasur gjithmonë zemër të madhe dhe dashuri pafund, kujtoj. Dhe shumë sinqerisht ju them që kujtoj Naimin e dashur, babain e Shpatit. Kujtoj Gjylimseren, nënën e Shpatit, që sot, duke ju kthyer gjithë letërsisë sonë kombëtare, ju ngjan nënave të legjendave shqiptare dhe i ngjan nënës në këngën e Rexhës. Shpati këndonte gjithmonë. Si fëmijë këndonte opera dhe ne gjithmonë i thonim Shpati, ule pak zërin. Në këndin e vet në sallonin e kuq në shtëpinë tetov, ai luante në një piano. Dëshironte që dhe ne ta shoqërojmë të këndojmë me të. Në vitin 1999 Shpati ishte i vogël. Dhe shtëpia e familjes Kasapi ishte mbushur me refugjat nga Kosova. Mbret këtyre mureve, Shpati mbante koncerte patriotike, këndonte këngë për lavdinë e kombit. Bënte atmosferë për një lumturi të improvizuar dhe mbante gjallë shpresën e të gjithë kosovarëve se një ditë do të kthehen në trojet e tyre. Zëri i tij kumbonte në qiell, ashtu siç kumbon sot, a dhimbja jon
për humbjen e tij. Sot i humbën shpatushin e vogël. Kështu e quanim ne. Është dhimbje që alarmon se njeriu duhet kaloj më shumë kohë me njerëzit që i do. Sepse momentet e përbashkëta ndonjëherë të kaluara mund të jenë edhe të fundit. Dhe asnjëri prej nesh këtë nuk e mendon. Ja ky mund të jetë momenti i fundit që përkujton shpatin dhe jemi të gjithë bashkë. Shpati nuk është fizikisht mes nesh. Hija e tij do të na përcjell kudo që sillemi. Ai na mësoi të mbajmë gjallë dashurinë për këngën, por vet iku. Iku në një rrugë pa kthim. Iku i ri. Ne do të vazhdojmë ta bartim brenda vetes peshën e madhe të humbjes së tij. Edhe në gjitha kohët, mungesa e shpatit pranë nesh malli për të do të peshoj sa ato shpatet e sharit, sa ato shpatiet që janë të rënda dhe që kanë peshën më të madhe në jetën e çdo kujt. Shumë ëndra, shumë buzëqeshje, shumë miqësi e dashuri për njerëzit na i la amanet. Neve, ndoshta dhe sigurisht, ai shkoi me të pathënat më të mëdha. Sot, do ta lëm të pushoj përjetshëm. Por nuk i themi lam të mirë. I themi, faleminderit që ishe pjesë e jetës sonë. Faleminderit për gjithçka që dhe, për dritën që na le, për këngët tua, për madhërinë e valles kosovare, e cila do të këndohet dhe luhet përjetësisht. Qoftë i paharuar kujtimi për shpatin, u presh në paqë shpati dashur, shpatushi dashur. Faleminderit. Lule Isaku, profesoresha jonë shumë e nderuar, bia e të madhit Murat Isaku. Do të vazhdojmë tutje me homashe. Baba i shpatit ishte ardashës, ashtu siç tha Lulja. Ai pikërisht në këtë qytet bënte evente të ndryshme dhe menaxhonte një nga rock grupet tona më të mira mbar shqiptare. Sot me ne është edhe Arif Siberi, vokalisti i grupit Elita 5. Të nderuar qytetar, të nderuar familjar, të nderuar miqt e të madhi Shpat Kasapi. Jemi për t'i dhënë lam të mirën e fundit një artisti të madh, por mbi të gjitha një njeriu shumë të madh. Jam krenar, njëkohësisht një dhimbje të madhe, por edhe jam krenar se Shpati kishte qenë shumë i madh që ne nuk e kishim ditë. Shpatin ka shkruar gazetat më të mëdha evropiane, kanë shpreh ngushëllime edhe botërore. Unë para 2-3 javë kontaktova, më thiri Shpati nga Shqipëria dhe më tha, Axha Arif, kam hap një lokal dhe dua që të vish të pish një kafe. Unë i premtova se do të vi, por nuk arrita. Dhe më kam mbetur një peng i madh, me të vërtet. E kujtoj momentin kur mëngjes vajza u fut në dhomë dhe ma kumtoi lajmin e trisht. Babi tha, shiko çka shkruajnë portalet. Reagimi im ishte, jo, s'është e vërtet, babi, se edhe unë kam qenë prej një lajmi të tillë dhe nuk është e vërtet, nuk mund Shpati të vdes. Shpati ka qenë një djalë i pashëm, një djalë gjithmonë i buzëqeshur, një djalë që të gjithë e kanë dashur. Dhe se di ndjem momente shumë të vështira, sepse unë e njoh Shpatin që fëmijë, e kam thënë se meritori më i madh që grupin Elita 5, grupin tim e njeh e gjithë popullata jashtë kufive të Maqedonisë, është meritet madhit
babait të Shpatit Nejm Kasapit, i cili ka qenë një ardashës i madh. Dhe gjithmonë grupi do t'jetë falenderues familjes Kasapi. Ato shpesher kur takoheshim e diskutonim, bizedonim për të bërë një duet dhe për fat të keq nuk gjenim kohë që ta realizojmë. Po unë jam i sigurt se Shpati gjendet me një botë shumë më të mirë se kjo. Dhe i premtoj Shpat, do ta realizojmë atë duet në botën tjetër. Ti je i sigurt. Përmenda në fillim fëmijët e mi artistik. Kanë qenë një grup që gjithmonë kemi ndejt bashk, kemi qahallet tona, kemi bërë planet tona. Aty ka qenë Tuna, ka qenë Adriani, ka qenë Leonora Poloska, ka qenë Monika, ka qenë Big Mama dhe shumë të tjerë. Ka qenë edhe Adelina Tahiri, e cila vjen këtu. Mundohem të përbaj, po e kam vështirë. Shpat që vla. Mendova se do takohemi diku të ham një drejt bashk, ashtu si më premtove. Kur s'ka menduar se do të vinte dita, kur do të duaj, do të thoja lam të mirën e fundit. Kaq herët, aq padrejtësisht. Të paktën të këndonim dhe një herë në tavolin, ashtu si që dinim ne. Ka shumë gjera në gjecën për gjys, ka shumë fjalë në mbetën pa u thënë. Pavarësisht emrit tënd të madh, suksesit, talentit dhe gjithçka që ndërtoje me punë, për mua ti do mbetesh gjithmonë Shpati, me zemër të pastër dhe buzëqeshje të bardhë. Ashtu siç të njohëm të gjithë, i dashur, i butë, i qetë dhe plot shpirt. E deshe muzikën me gjithë qënjen tënde. Dhe unë dua të besoj se sot, atje lartë ti po i këndon me engjujt, me atë zërin tënd që preke parfund zemra. Të gjithë jemi udhëtar të asaj rrugë. Një ditë do vim dhe ne. Dhe atë ditë shpaqe do këndojmë bashkë, ashtu si që më premtove. Kushlimet më të sinqerta për të gjithë të pranishmit, në veçanti për familjen, për nënën e tij, zonjën Gjullimsere dhe bashkëshortën e tij, Selvien. Zoti ju dhasht forcën në këtë dhimbje të madhe. Shpat, të rojmë dhe të kujtojmë gjithmonë, u preh në paqë. Dhimbje madhe për mbar komunitetin shqiptar, por dhimbja më e rëndë është për tetovarët dhe komunën e Tetovës. Ftojmë kryetarin e komunës, zotin Bilal Kasami, të ngjitet këtu në skenin e Shpatit tonë. Fillimisht me lejoni që në emër të gjithë Tetovës, të cilën më së miri prezantoj Shpati, mbështime familjes, nënës, bashkëshortës dhe gjithë të afërve. Unë veç do them që ndoshta më shumë t'i vlen thënja që Zoti Perëndia i merr pranë vetes ata që më shumë t'i don, për më shumë që ndoshta kjo botë pa drejt nuk e meriton të Shpatin, prandaj
Zoti e mori pranë vetes më herët që ne e pritëm. Sigurisht që kjo është një ngjarje e cila të gjithëve na ka pikëlluar, sepse ashtu siç ne e kemi njohur dhe siç e kemi dashur që ai të prezantojë dhe më tutje vlerat më të mira që kemi si komunitet si Tetov, ashtu siç përmendi edhe ikona tjetër e Tetovës Arifi dhe shumë tjerë individ dhe grupe të cilët e prezantojnë Tetovën edhe në rangun kombëtar, por edhe ndërkombëtar, një ndër ta ka qenë Shpati, i cili më së miri na ka prezantuar, prandaj ne ndjejmë dhimbje që nuk do ta kemi në mesin tonë, por sigurisht që ngushtimi është se edhe më tutje do jetë në mesin tonë me gjithë këngët dhe me gjithë atë që ka pasi krijimtaritë të tij, por po ashtu ngushtimi jonë do të jetë ajo që gjithë besojmë që Shpati me punën që ka bërë, por edhe si besimtar që ka qenë nga banorët e Parajsës. Prandaj do ju kisha lutur që gjithë të luteni për Shpatin dhe të urojmë që bashkë me të të jemi në Parajsë. Ngushtime e familjes. Për ndrimin e jetës së Shpat Kasapit shkroi edhe diva jone madhe botërore Bebe Reqa. Ndërpreu koncertin në mes, edhe diva tjetër brenduar Inva Mula, shkruan të gjithë. Kemi ardhur nga të katër anët, në mesin tonë është edhe një artiste, një herrit dhe deputete e Parlamentit të Republikës Kosovës, Edona Allaloshi. E nderuara zonja Gjylimsere, e dashura Selvie, të nderuar familje e Shpatit, miq të afërm të familjes dhe ju të pranishëm. Kjo sallë, kjo sken ku gjendemi sot, është vendi ku Shpati la gjurmë. La gjurëm shpirti, këngë edhe dashurim. A i preku shpirtin e se cilët nga ne, duke na dhuruar emocionet të forta, ndërsa sot, ne tronditemi nga ndarja e hershme ti nga jeta. Para nesh, sot qëndron, trupi i një artisti i cili u shua fizikisht, por jo edhe drita e tij. Ajo dritë që ai e mbante të ndezur gjithmonë në shpirtin e tij, ajo dritë nuk shuhet kur. Shpat, jemi mbledhur këtu për ty, Shpat, për të thënë se mungesa jote dhëmb, por kujtimi për ty do të jetoj bashkë me këngën dhe zërin të bukur. Ti mund të mos jesh më fizikisht me ne, por do t'jesh në çdo tingull që na kujton zërin tënd, në çdo hap që na kujton prezencën tënde, në çdo buzëqeshje që na kujton shpirtin tënd të bardhë. Pra Shpat, ti shpirti bardhë, do të jesh gjithmonë e përherë në zemrat tona, qofshi pa harruar në galerinë e kujtimeve tona. Ngushëllime. Shpat
Shpati gjithmonë ishte i hapur për bashkëpunime. A i donte që kënga e tij t'jehoj, që së bashku me karierën e tij të shkojnë edhe shumë karriera tjera. Para shumë vitesh bëri një duet të mrekullueshëm me një artist po ashtu të mrekullueshëm, i cili sot është këtu, Blero. Të ndëruar familjar, miq artist, që dash Shpati. Sot jemi mbledhur këtu me dhime që s'ka fjallë. Me një bëshllëk që as koha nuk ka fësita ta mbush. Ikja e Shpatit na ka tërditur të gjithëve. Sepse na iku një njeri që nuk duhet të ikte. Na iku një zemër e pastër, një shpirt i butë, një dritë që nuk përshonte kurrë së ndryshuari. Shpati ishte prej atyre njerëzve të rrallë, që Zoti i sjell në këtë botë. Dhe prandaj, sot, dhem ka shumë. Dhem sepse humbëm dikën që nuk gjemë. Dhem sepse ishte njëri sinqer, i pastër e i drejtë. Sot secili prej nesh ka bartë brenda vetes kujtim për Shpatin. Një moment, një buzëqeshje, një fjalë, një natë muzike, një takim, një humor të tij. Shpat, miku i dashur. Njerëz si ti nuk largohen. Ata thjesht kthehen në dritë. Dhe dritën tënde ne do e mbajmë me vete në çdo këngë që do të dëgjojmë. Në çdo kujtim që ndajmë, në çdo moment ku na duhet një zemër e pastër për ta kuptuar çka është dashuria. U pret në paqe Shpati i bardhë. Lavdi kujtimi Shpatit. Një njeri që na la shumë më shumë se sa mori. Ande. Ai sikur e ndjeu se do të shkonte nga kjo botë. Dhe pikërisht në emisioni special për festën e flamurit, një ndër pyetjet që ju parashtrua tha me kë do të pishit kafe. Ai u përgjigj tha se do doja të pi kafe me babain tim. Do të ftoj Lapinot Gashin dje këtu. Familja Kasapi, nënë dashur, bashorte, vlla motër, koleg, artist, qytetar, shqiptaria e madhe e Shpat Kasapit. Kur në jetën time nuk isha paramendu që unë do të flas në këtë foltore për Shpat Kasapin. Kur në jetën time nuk isha paramendu që intervista e fundit e tij në të jetë bashkë me mua.
Kur një jetë nuk e kisha paramendu që intervista e ti e fundit do t'i falenderon se cilin. Do t'a falenderon nënën për sakrificën e mundit që ka bë për të. Do t'a falenderon bashkëshortën që e ka sjellë djalin një jetë. Do t'a falenderon vllaun, do t'a falenderon motrën, por mbi gjitha i thot gjithë atyre cilve më falni nëse ju kum lëndu apo kom gabu. Ma shpati ka qeni pa gabushëm në çdo moment dhe çdo sekund. I buzëqeshur gjatë gjithë jetës. Nëse kemi dashur me realizu diçka, bashkë me Shpatin kemi qu deri në fund. Shpati e ka dashur jetën, e ka dashur muzikën, mbi gjitha e ka dashur njeriu si njeri, sepse ka ditë me respektu. Gjithmonë pyetja ime ka qenë, pse bre Shpat, gjithë ndryshojnë, ndoshta ndonjëherë janë edhe mosmi njës, pse s'ndryshova asnjëherë në jetë, ky jam unë. Ky jam Shpati, i cili fakt u rita prej një familje që din me respektu, edhe din me eduku. Dhash Zoti që fjalët e ti, ti ruajmë gjithmonë me nostalgji, ti ruajmë me dashuri, por ajo kafe, dhash Zoti që po e shijon tani këto momente me babin tënd. Po ja tregon gjitha fjalët dhe po i tregon që jemi ne të tjerët, jemi mirë, por një ditë do të bashkangjitemi edhe bashkë me ty. Kanga jote, vepra jote, kujtimi jot Shpat Kasapi. Kur nuk do të ktes, do të qëndron gjatë gjithë jetës bashkë me ne. I pavdekshëm kujtimi për ty. Një mik tjetër i familjes Kasapi dhe i Shpatit është edhe zoti Kemal Akçair. Merhabalar. Öncelikle ailem, Kasapi ailesinin başı sağ olsun. Hep birlikte hepimize sabırlar diliyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim için bu ay çok kötü geçti. Hala geçiyor. Çünkü bundan 25 gün önce kardeşimi kaybettim ben de. Onu toprağa verdim. Ondan bir hafta sonra küçük kardeşimin eşini toprağa verdim. Şimdi 3. kardeşimi toprağa vereceğim bugün. Hepimiz için çok zor. Benim onunla çok büyük planlarım, çok büyük yolumuz, çok uzun yollarımız vardı. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Këto ditë e fundit kësaj zie, po zonjës gjulumsera, vajzës, djalit, motrët, axhallarat, kushërit e Shpatit që kanë qenë pa gjuhë, është edhe një artiste jone e cila nuk ka fjetur këto 4 ditë. Ajo kujdes për gjitha këto, Big Mama. Sot jam parehush me një dhimbje që nuk di si ta përshkruaj. Në këtë skenë, pikërisht këtu, ku unë dhe Shpati kemi filluar për herë të parë së bashku. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë. Ka qenë fillimi ynë, ka qenë vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si fëmijë, si artist. Ku kemi ndarë ëndra, frikë, gëzim. Këtu kemi rritur talentin, shpresat dhe mitësinë tonë. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë. Ka qenë fillimi ynë, ka qenë vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si fëmijë. Sot nuk kam fjalë të mjaftueshëm për ta përshkruar vëshllukun që ka lënë. Na ikë shumë herët, shumë padrejtësish,
por kujtimi i tij do të rojë në zemrat tona në çdo melodi që ai këndoi, në çdo buzëqeshje që na dhuroi dhe në çdo skenë ku emri i tij do të përmendet gjithmonë me nder. Shpat, miku im, kemi nisur bashkë prej këtu dhe sa prej këtu për të them lavdu mirë. Do të na mungosh në çdo hap, në çdo moment, në çdo kujtim. Por ti s'ke vdek kur, zëri yt, shpirti yt, e gjithë dashuria që ke lënë pas, do të jetojnë për gjithmonë. Dhe sot nga kjo skenë, ku nisëm si fëmijë, po të lëshoj me lot, por të mbaj me shpirt. Kjo nuk është lavdu mirë, miku im. Kjo është shihemi prapë për gjithë lloj. Zoja Gjullimsera, shpatin të lamanet në imi, e rite e jetim, e solit e riktu, por ta shke edhe një amanet tjetër. Është Roeli, cilit për një vit aty, unë dhe ti dhe familjarët pikrisht aty ku je ullur. Në këtë salë do t'i duar trokasin në festivali Blecat dhe Mëtutja. Të nderuar miq, është vështirë të them, por le t'jen tash në këto moment. Bigi, eja këtu me mu. Duar trokitjet e fundit për shpatin. Zoti është përblet me paras dhe dal nga dal nisemi për në varezat e qytetit.